Mirë se erdhet në top 5 ranking pra 26 zjermat nga 2 zjermat Mario dhe Joni me lëvizjet e fundit që ka Noll, edhe me mendimin marrim fal se duhet me thonë noshta dhe Laerti dhe ne kena 5 Laertin, a kena këtë në hatje që me hek se noshta dhe Laerti apo jo? Metet për të pa 5 që Marios fillon tash. Po. Unë e kam konsolidu vendin e parti me drejt pyet kush është në vend dytë, kështu që Rozana vazhdojmë s'po jap njëjtat argumente, Rozana në vend parë. S'ka pas një gjë më madhe ose më të vogël, se mirë, dakor vend parë, po ka pas një rritje pikësh. Ka pas aktivitet. Pra rrit edhe më shumë, më fuqishëm. Për sa kohë flasim ne si për mirë si për keq, dikush për mirë, dikush për keq. Domethënë ka pas aktivitet që e shtyn atë përpara. Kaç. Vazhdojmë me vendin e dytë, që unë kam pas Gjestin dhe Gjesti do të ngelet edhe pse është i brisht, po vazhdon e animon si pateric Egli për mendajt në vendin e dytë. Pra ai ka kur do që s'ka qa me ba, në fund ka një mënyrë se si mu ka ta vjerë në atë lojë, me ba një ngjarje, është ai falja se falja ai shkon mbrapa ky Egli dhe ai Egli këtij e kështu gjëra, është mundet me lut tan kohën me këtë gjë. Plus i ka tregu që mos mbani se i ka kret. Edhe kjo ka për ta majta lënë tavë, si me thënë, fuqishëm. Në vendin e tretë, që unë kam pas lojtar që kanë bashkë, Laerti me Valbonin kanë bashkë në vend tretë. Tashti nuk janë më në vend tretë. Për fatin e mirë të Jonit, domethënë, dhe për fatin e keq të Laertit, sidomos, në vendin e tretë është Gerta. Po pse kishin vend 5 Gertën? Si që dani? Pra, po se s'ka fitu gjatë Gerta. Kanë humbë të tjerë. Që danin pra? Pse? Po prit se s'ka fitu gjatë Gerta, kanë humbë të tjerë. Ashtu. Gerta, sepse ka një atavazin e saj, por edhe ma në fund ka fillu ndoshta dhe fije me kuptu që njeri është aja, nuk luhet loja me letër e laps, alë që bjerë njenit, hypi me trajsë në dorë dhe ke krypun. Nuk është procedurë, duhet me jetu, dhe ma në fund një këtë javë filloj me jetu diçka. Pra ne edhe ka pas një fjesh kënbime me Rozana, a ki po. Gerta, Rozi, po, man me në tjerë, po. Nese. Them që Gerta, sepse ka edhe atë marifetin që luna. Shtu një atë arsye që ke edhe ti, po, për jashto sjallet ka herë që i del. Ja hum ka herë, po, kësaj rrallë nuk e ka hum. Për kundrazi. Në vend tret Gerta. Në vendin e katërt, Joni, është Valbona. Qa ishte kjo? Shpuqi me. A din pse është në vendin e katërt Valbona? Pra kujdes. E kemi ndarë lojtar. Marja ka Marja ka parashiku edhe ndarjen e dy lojtarëve dhe kvalifikimin e Valbonës. Dhe renditjet e tyne të shti. Ndarja tyne dhe ku futen në renditje, a është e 7 apo e 4? Pra, Valbona e 4. Pse e 4? Sepse për mendimin tem, qoftë se mendojnë shumica si unë dhe i merret në konsiderat mendimi, Valbona ka dalë më e pastër se Laerti në një skem dhe Valbona ka dalë më lojtare se Laerti në po të njëjtën skem. Pra kur ndahet kjo dyshje që ishte në vend tretë. Por e ti parashikon që edhe ka me dalë Laerti këtë mu eliminu. Prit, mos si kam thënë të tonë, prit. Mos tuj ashtu. Se nuk i kam thënë deri në fund. Pra, Valbona e 4, sepse mendoj që i ka lënë këtë televotim. Po? Dhe, për arsye që i the ti, për shamu, që mundet edhe mos vedol, hiç këkush, në vendin e 5 është Laerti, sepse bani një lojë hipokrite, edhe shumë të dopt, edhe mund të kishte tregu drejtën që unë s'du me pas punë në këtë garë me Valbonën, vëlla, jam rregull, a din, por ushtirë sikur mangull zemrën, mangull të fiken zemrën. Kështu që, edhe një herë, Rozana, Gjesti, Gerta, Valbona, Laerti kam. Okej. Unë për i bi ma shkurt. Jepi. Në vendin e parë është Gjesti. Për arsyet që e kam thonë, aq më të epër të shi ka ardhegli, është me thonë, po kush që, sa ishte të ufik, pa qarë fatit kamër, si me thonë, i erdi për pushimi.
Dhe qosa i do të mesin i karikumi shto me lloj situatash që i dalin herë me meritën e tij, herë pa meritën e tij, ai vazhdon me kanë vend për fanbase, për shumë interesa që janë për atë djalë që ka vëmendje. Vendi i dytë Gerta, pa diskutim. Gerta, sepse është lojtar i vetëm, nuk edhe një shoqi që pa marrë Loredanin, jo se po jep të një pikë Loredana, po pa marrë si shoqi tamam pa interes, edhe ajo e shiti direkt vetëm se ju afru Jozi. Kështu që ajo tashma besoj do t'i shohin edhe Kotukun e kush do t'a shohin tash luftë. Sepse ajo nuk i ka pa me luftë, sepse ka harxhu kohën e madhe me to duke pi kafe, edhe nuk i ka pa me atsyn. Nuk i ka pa me atsynin e djallëzisë dhe janë kthy me djallëzi ato. Tash kanë përshtypjen, ka me kanë shumë më vigjilente Gerta dhe keni me pa çka kam i bë, se sa të marr hiç me këto, prandaj. Kështu që do ta shoh vend dytë pa diskutim. Vendi i tretë ngjitet është Rozana, pa diskutim, jo pse është pozitive, po siç e kam thënë, ka fillu aktivitet. Është shumë e rëndësishme ky aktiviteti, deri ka pas vjet gjumë, tash është valla aktivitet. M'pëlqen, duket pozitive, por ka meritet e veta valla. Aktiviteti për mua në lojë është shumë i rëndësishëm, e vlerëson edhe publiku, sepse një që flan gjumë nuk e sheh publiku. Kështu që plus vend tretë gjitet dhe Rozana po vazhdoi kështu, tash si s'ka as ole, as ashtu, ka premisa mund gjit. Pra ka me pas rrëzime dhe ulje ose dalin nga shtëpia, dorëzime nga këto tre. Kështu është afun. Lene Laerti sin mate kjo treshe, po kjo treshe mund të ketë as lojë nga fundi, sa shoh o në largim kështu, dorëzim o në dam me dam mallë shoh. Nuk e shoh me ket pasër me ikte tre natyrshëm. Do të ketë një shpërthim. Kështu që Rozana ka premisa për mund gjit prap manet, qofse vazhdonisht. Vend katërt është Danja. Danja, një avoj që kena thënë gjithmonë, s'kena që me shtu, i kështu ka metra edhe në fund, nuk shof me mba në surpriz Danja. Dhe do të lehet aty për shembullin e mirë. Për shembullin e mirë 5. Marrën kam një që është 4 që finale, po do ta shohim. Lirën shumë se kisha ik Danjën. Vendi i 5 është për Laertin. Laerti sigurisht mendoj publiku në atë moment që ka me votu nuk ka me punu celularja, nuk e di çka ka menon. Edhe Laerti ka me e kalu me shtyme, pra makinën as nga se ka hiç, po ka me shty kështu. Sa me kalu i këtë eliminim edhe me vazhdu garën sepse duhet një personazh. Ai nuk e meriton. Për lojë, fair play, ai duhet me dalë vao. Atë shef gjithkush, lojën e ka bërë shumë të poshtë, jo si ka bërë kiçë asaj, po nuk është asnjë lojë. As nuk ka fitu gjë për veti, po. Ashtu, nuk është asnjë lojë që më thon bani, a pesa lojë të bukur. Çfarë lojë të bukur bani më? S'është lojë të bukur as. Është shëmtuar, Nuk është lojë hiç. Pra, bona eci lojë, ky nuk eci lojë. Kështu që Laer ben keq do t'i hekum edhe emrin e atyre kryqëzimit që kena pas vu. Do t'ia hekum tonë. Në kryqëzim të Fins, ku e kisha atë? Kryqëzim Shkos, rreth rrugëmi Laer Basi. Shkos. Piazza Laert. Kaq ishin metët për të pa gjithmonë, sepse të shvjen edhe faza fundit edhe ka me pas dinamik tjetër. Kaq ishin edhe herë, Gjesti, Gerta, Rozana, Danja, Laert. Bukur. Teshti Mario, me që folem për top 5-in, na duhet një Barcalet prej 8. Se ti e ke rrallën, ana ke mendu në gjatë bukur. Nuk e du taksirat të më. Pa, nuk e du këtë letë që se ishte prime fort, e du një agjen. 3-2-1, Barcaleta Mares. Ishte një kjash Barcelet Puljeze. Italiane, shumë bukur. Ishte një zotni i kthehet në shtëpi për punët të din edhe të shfry dufe, bufe. Hill Chelsea ato ne hiçi këpuste. Ullet në divan, ullet sa shtrihet çohet edhe herë moj kryt me dorë. Çka ke më i thotë shoqja më çe. Uf. I shkon e shoqja po qetëso më shpirtin e na boshë çka ke kam hall. Kam një problem shumë të madh thotë kam hallet moja. Po ti e din më që ne kena kalu ton hallet të dy bashkë, mos e ki problem apo me shpirtin ton, më thuj çfarë ti ne i kalojmë tana gjanat bashkë, kena bërë gjithmonë tana gjanat bashkë. Konsideroj sikur edhe hallet janë gjithmonë tonat e tjera.
Po, ç'a më thonë më i thot kjo, po, më thuj më i çoj më i kena të dy bashkë më i kena boj, thot. Atëherë pra, kena lënë të dy bashkë kojshin 7 zonë. Kena, unë e ti. Kena lënë bosh. Atëherë është me nda. A kishte qef me nda i këtë halë. Kjo më e bukur. Janë të amel, italian janë të amel, por janë të amel. Pa, shumë basalet e bukur. Italian të I ka që top 5 janë, i ka që top 5 për Prime 26. Po. Jurra! Shife natë martën, zjerma me pa se a do dalin njeni nga to, po s'do dalin. Kështu që... Zjerë. Unë kam dyshime. Zjerë. Hajde zjerma pra, shifena. Subscribe, mirë pafshim.